Zhvillohen këto meshe. Ka nisur, do me thënë, meshi kryesori ditës së sotme. Fituar me knockout me vetëm 2 raunde. Të shohim nëse do ta përjetojmë një. Kjo bukur pret por lehtazi. Po del edhe Rojas nga situatat. Në boksier me për Bakaj, një si 2 krerët e Shqiponjës, vëllezërit Bakaj nga Lezhë, të cilët janë rezidencë në goditje që gjallë emocionat e tifozët, kombinim goditje sërish nga Bakaj. Ndërkohë nuk ndalet, kërkon luft atje Rojas dhe luft. Qëndron snajkisht Bakaj duke pritur kundërshtarin dhe kjo gjatë disa sekonda të 2 boksierët. Patën e mosë. Tenton ta quaj në brez atje Rojas derisa Bakaj në kundërsuj me kombinim goditje. Nuk arriti se ta gjente fytyrën e Rojasit dhe tani ka fituar pik Amarildo Bakaj. Do një knockout eventual. Përfunduar ky mes e këtu Bakaj dhe e kanë knockdown kundërshtarin. Shohim nëse do të ketë knockout, nëse nuk do të mund të zgjohet. Mezi që mbajnë këmbët atje. Frank Roasi këtu përfundon si s'ka. Një fitore madhe. Amarildo Bakaj, shohim dhe gëzimin e papërshkrueshëm të menaxherit të tij, Salih Ajdinit.